Një numër I banorëve të lagjes Hoxha Mahall në Prizren për shkak të mungesës së ujit të pijes sot janë tubuar disa prej tyre dhe kanë kërkuar që edhe në lagjen e tyre të ketë ujë të pijes, pasi që atje tashmë ka reduktime drastike. Për të diskutuar dhe për të parë se ku qëndron ky problem, një grup qytetarësh kanë përzgjedhur nga këta të pranishëm dhe kanë takuar kryeshefin e hidroregionit jugor Fadel Berisha, ku bashkërisht kanë shpjeguar arsyen e kësaj proteste dhe këtij tubimi sot. Pas një sqarimi që ka dhënë udhëheqësi I kompanisë dakordohen me hidroregioni jugor që brenda 3 javësh këtë problematikë ta tejkalojnë me punimet që të kryhen brenda kësaj periudhe. Lidhur me këtë, njëri nga ata që ishte në takim me kryeshefin Shefqet Kastrati tregoi se këtë ja kanë shpjeguar brengat e tyre, kurse premtimi tha se është dhe do të tejkalohet kjo situatë. Me drejtorin Fadilin na tregoi se çush është puna, po na tha 2 javë ditë afat, besoj që kena me kanë me ujë, lagja jonë Hoxha Mahall që ka. I falenderojmë shumë ata. Derisa përfaqësuesi I lagjes Hoxhë Zaima Qafeleshi shpjegoi se mungesat dhe reduktimet shumë të mëdha që I kanë banorët e lagjes Hoxha Mahall janë të gjata, por ai tha se kemi marrë premtim se brenda 3 javësh do të tejkalohet kjo situatë. Duke parë këtë gjendje dhe ne I premtuam se deri në këtë afat do të përballojmë, por besojmë se premtimin do ta mbajmë, tha ai. Po ka një kohë gjatë pavarësisht 8-9 muaj që në lagjen e Hoxha Mahallës uji bëhet me reduktime dhe ato 4-5 orë brenda 24 orëve furnizim. Vjen ora 11, 3-4 shkon pavarësisht. Ishim në fund dhjetorit të vitit kaluam këtu, morëm një premtim se pas të reshërave, të mbushjes së puseve, sigurisht do të ketë furnizim. Po erdhe dhe fundi I marsit, po fillon edhe prilli, kur farë përmirësimi nuk ka. Ne e kuptuam edhe këtu nga drejtori teknik, po edhe nga punëtorët e brendshëm të institucionit të regionit, se furnizim ka në shumicën e lagjeve është përmirësuar, ndërsa ne po vrejmë se në lagjen tonë kur farë përmirësimi të reduktimit, të orarit të reduktimit nuk ka deri më tani. Prandaj sot vendosëm me disa anëtarë të lagjes, të drejtohemi me kërkesa dhe me marrjet informatave drejtorit general. Faleminderit për pritjen e tij, ai na pritet dhe na informoi. Ne sigurisht se ndihem diskriminuar prej lagjeve të tjera, pse 4-5 orë për 24 orëve më pas, e tjera të lagje kanë edhe më shumë, ndërsa një ditë e veçantë është dita e diel ose nuk e lëshojnë fare hiç, që duhet reduktim të ketë edhe këtë ditë, nëse duhet, ose e lëshojnë 2 orë, 3, ose edhe kur e lëshojnë këtë ditë, e lëshojnë me një sasi shumë të vogël që asnjë punë thjesht nuk mund ta bësh në shtëpi. Prej drejtorit morëm premtimin, në radhë parë informatën se në institucionin e vjetër afër Shadërvanit ku gjendet, aty ka një prishje dhe brenda 3 jave, brenda javës do të bëhet tenderi, edhe një javë punë do të zhvillohet dhe javën e tretë edhe ne ju adhuruam sikur brenda 3 jave bilet ka përmirësim, sa është problemi I furnizimit të puseve me ujë. Kur nuk po mbushen puset, edhe pompat nuk po arrin ta përcjellin deri në bazenin ton nga I cili furnizohemi. Kurse kryeshefi Fadel Berisha me këtë rast tha se patëm një delegacion dhe u njoftuam për të gjitha reduktimet e ujit të pijes në këtë lagje, mirë po pasi që tashmë jemi në procedim të punimeve në këtë pjesë të pusetave, besojmë dhe jemi optimist se në këtë çështje do ta tejkalojmë shumë shpejt brenda afatit që atyre ju premtuam. Fatkeqësisht banorët kanë pasur informacione apo dezinformata të ndryshme. Unë zotova që të gjitha ne të rrisim bashkëpunimin tonë që reduktimet, arsyet, unë njoftuan edhe për arsyen e reduktimit dhe masat tona konkrete për rritjen e kapacitetit ujit në burimin kryesor të cilat furnizohet edhe Hoxha Mahalla dhe ne shpresojmë që shumë shpejt, të gjitha mbas përfundimit të gjitha procedurave ligjore të tenderimit të cilat janë duke u finalizuar, që në ditët e ardhshme apo spaku brenda 2 jave, do të implementohet projekte të cilat e kemi planifikuar për rehabilitimin e burimit kryesor që furnizohet Hoxha Mahalla, po edhe në shtimin e kapacitetit ujit pijes. Të marrë parasysh natyrisht edhe nivelin e burimeve, ne jemi optimist që në bashkëpunim edhe me komunitetin do të rrisim aktivitetin në detektimin e rrjedhjeve të ujit, që fatkeqësisht kemi konstatuar që kemi rrjedhje të ujit nëntoksor. Ne do të angazhojmë një ekip të veçantë të detektimit në këtë lagje, por edhe në rregullimin e të gjitha avarive apo defekteve eventuale
dhe shpresojmë shumë që më thonë që të gjitha këto aktivitete edhe së fundi më thonë implementimi i projekte cilët veç me jemi në përfundim e sipër, më thonë do të shtohet kapaciteti i ujit pijes në këtë lagje dhe do të si rezultate dhe do të largohen edhe reduktimet. Por natyrisht duke apeluar dhe duke në bashkëpunimin edhe me konsumatorët që unë i falenderoj përfaqësues të këtyre lagje se ishin shpreh një gatishmëri për të bashkëpunuar me ne dhe të gjitha këshpërdosjet eventuale apo lidhjet ilegale po ashtu të lajmërohen dhe të identifikohen të shkyqen nga rrjeti, por edhe të gjitha rrjedhët eventuale të cilat ata i vrejnë ose po hasin në gjithë rrjetin e tyre të furnizimit të lajmërojmë me ne të ne dhe të kompania ka marrë obligim që të gjitha këto aktivitete të angazhohet maksimalisht gjithmonë në shërbim të furnizimit të qytetarëve, sidomos edhe kësaj lagje. Kurse banorët e tubuar u ndanë me këtë shpresë se kjo çështje brenda 3 javësh do të tejkalohet.